Shqipëria do të sfidojë Poloninë të njëjtën më 26 mars në orën 21 në ndeshjen e vlefshme për play-offin e botrorit, ndërkohë është zbuluar emri i arbitrit që do të vendosë drejtësi. Bëhet fjalë për anglezin Anthony Taylor, i cili para 2 vitesh arbitroi finalen e Superiores mes Ignatias dhe Partizanit, ku fituan rrogozhinasi titullin e parë kampion me rezultatin 1-0 në vitin 2024. Arbitri 47 vjeçar, i cili mban prej kohësh stemën e FIFA-s, ka një karrierë të pasur në botën e futbollit, pasi drejton takime të nivelit të lartë në Premier League, Champions League, Ligën e Europës e tjerë. Gjithashtu, Taylor ka gjykuar të disa finale të rëndësishme, ku vlen të përmendet finalja e Ligës e Europës me Sevillës dhe Romës, ndeshjen finale të FIFA Club World Cup në sezonin 2022-2023, Real Madrid Al Hilal, takimin final të UEFA Nations League të sezonit 2020-2021, Spanjë-Francë, sfidën finale të UEFA Super Cup 2020-2021, Bayern Munich-Sevilla e tjerë. Në ndeshjen e Ignatia Partizani i kishte 2 ndihmësit e tij, Gary Beswick dhe Adam Nunn, të cilët do të vinë në ndihmë edhe në duelin e kombëtares.